Ramazan po ka, vazhdimisht ka këshilla, ka nxime. Ulla ka njëherë me të drejtë sa dëshni lezën e këshyrë, po hargjitin ato, se s'ki shka thush, që ti posilën apo. Po doa përgatito që atë veç, po do të meri formulu. E tani veç është bereqeti i Zotit që shjep dobi me një këshill, me tjetër, si jo që një është me forse tjetra, po që është e, qysh e përnën njëri, edhe qysh e kuptën njëri ato. Kështë e të ndërrullazër, këshilla për Ramazan ka kënë dhe gjuhë dhe gjënë një kështu më radhë, une këshilla e me parë është që të marim seriosisht mundësi që Allah me i ka dhonë. Dhe më shumë, ne me bindin më të madhe e dim, se ata që janë varë, kur janë Ramazani, nëse e din, në kuptim saktuar apo, e kanë kërkesën më të madhe e që dhe një herë ato. Ti thush, e une s'jam qaj që thëmë veç e se madha Zotja, që ka që kër e kupton e shese, dhe më thonë, në qëfar nivelli të privilegjit e të mundësisi një ato. Se komunar vakti, pa tjetër që këna me djek nëre, pa tjetër, edhe këna me përjetu praktikisht këtë e qardhje të paralizushme, të një mundësie të paralizushme ato. Ndaj me që një këtu, që ka thonë, të të pasira, himë Allah, ati njërit, apo me gjenazër, i ka thonë, që kjo mu që u qa banë, kjo mu që u banë të u be falet, ka dosh për veti me vetë, se jo për ta, edhe që dik në shjot, ka thonë, fejnë lim jo kënë hua fekun, ente, mos mu i taj ti mu në shabdën. A mos mu që kjo gjenazër që ti forme din që ba kjo mu që u, kjo mos mu të mu që u ti që u ti. Andaj të nëzët begatia, me ma që ta mundësë është, me ta mundësë këtë Ramazanin. Nuk e dim, i gërët, elhamdulillah se vete për të mjë, se këna prit hala, atin sa i bjen, largë është shpirti dem për i sekund, e sa sekundë e ndin Ramazan, shomja. Nuk dihet kuja qëtë Zotit Gjelle Vala, frimin e fundit thot, ballë, hajde atë. Ka që të lëdhët bodhë me vlerësu jetën si mundësi më ngritë, si mundësi me ishtrizu vërëthanët, si mundësi me ishtrizu situata, sezonat, apo, andaj nëse nuk e vlerësojmë këtë begati, nuk e mundësi me ishtrizu. Edhe këmë përmenë shpeshe si regull, gjdo begati, nëse nuk vlerësohet, nuk shfrytëzohet. Wallahi, qysh do koft, e pse ta mëran që përshëzën, absolutisht. Sa ma tepër e vlerëson një begati, qaq më shumë e shfrytëzon e përsa i përshëzën. Sa ma tepër. Andaj të vëzër, sabët e kanë, sa e kam vlerësu Islamin që e pa atë që Allah azë gjë. Sabët, sa e kam vlerësu udhëzimin, shumë Allah vënd. Qysh e ka përshu udhëzimin, Gjafer ibn Abi Talib, kur ka folë para, në gjashijut. Që i ka thonë? I në konë të hopt, i në konë kështut. Fe gjanë Allah, ati nuk din që ka në ka dritë zotë me këtë dimë. I kam përretu fartë Allah. Në vlerësej Allah, vlerësej. Shfrytëzimi Ramazan fillon nga vlerësimi i tij. Vlerësim, jo me argumente. Në Ramazan hapën dyrt, jo, ato i ka thonë pejgamberi, për umetin. Jo, ti, hadithet e tua për Ramazan, s'la gjëra. S'po me shpif hadithe, mos më kuptoni. Po hajde ti, bëni një esej për Ramazanin për veti. Ramazani na erdhi, ç'a zemram, ç'a kemë më botash apo? Ç'a kemë më botash? Bëni një thurrni që ka zëvendë, çuën ato ç'a kemë më. Më rëndësi shumë. Ti çfarë ti? Profit që Ramazani. Unë e foli, kom lexu, ka filoni. Okej, ti. Ciao për Ramazan. Që të fillon shfrytëzimi, që të fillon piknisa. Të vlerësimi i dur i tillë, vlerësimi i natësia e begati që Allah të ka dhënë. Të ka dhënë një muaj që shë kompërmen, Allah i kretë ulemat e dunjas kanë folë për Ramazanet, tefsire, hadithe, komedi, këtë avëm. Këtë që në të vafshën në raport me ato që Zoti i Ramazanet edhin për Ramazanet. Në sikur që a kanë mundësi njerëzit, djetarët, apo me folë për vlerën e Koranit, kanë mundësi. Pa kanë mundësi me thonë, që ka shmu? Ja, Allah. Vlerën e Koranit kemi kuptu në varë kur të bish. Ku të veqë është të zdri, të zgjenodhësh, la ilaha illallah që pos në pasën. Apo? Qëtëre më rësh, qëtëre. Që thot e kje dhe me Ramazanër. Ka dhënë për kërshë ka kallë për e orësëm, agjerimi vjen dërmjesu ditë gjykimit të Allah. Më kuptan? Ti parëm shumë më ndërmjesu filoni për ty. A i filoni, sa do ko, po i ka gjënat e vete, Allah e mëndëse, më ndërmjesu, po me që thatë,
Pamna një ibadet me dhe mirësë për ti, jo krijes që ka posë gjynoha e lëshimi ibadet, jo, ibadet në veti, që me te u mëdhnu Allahu e shëndron në ndërnës për ty, që shë puna ata? E sa e mu, punë e madhe ato. Në i vlerësimi është, hyrje e domosdoshme e shfrytëzimit. Pastaj e dyta të vëllezër që na ndihmon në shfrytëzim të duhur të Ramazanit është sinqeritetin e keqardhje. Nëse nga Ramazani i kaluar që e përmene po shkruar shpejt, ani që kjo shpejt, ani apo gjë mirë apo gjë keq, çu po gjën? Çu shoragimi to? Jo mirë, ani elhamdullah. Ka krym derse me çikaç. Jo valla po na vjen keq, po vjen keq, ani ka zë Allah që po vjen keq. Po ka zë shëzim. Është të çarme. Do të më kohë vetë që të keqardhë. Mos e bëni keqardhjen të vëllezër ose kanë në dragimi kemi reagime të regjistruara. Apo ato çortu tokën. Allahu na fal. E ti këtu sa në Allahu na fal. Lejo. Kjo reagim formal, si përfaqësor, s'është sinqert kjo. Ti nin për se që kam bo, ata në komponeve, në dapt. Me konë që i thush i dapt, i ndërën punë, i dapt fjallë goje, korgjë. A shështët? Me konë, që ka honaj, që ka honë e nësi bënatën në hodë, o dhe i këpë kam vere. A ne, në kurë që sinqer që bëdhime, që unë i shkë një mastina, që apërë një mastina në ndër një. A shështët? Ja, të ke që o dhe i këpë kam vere. A që a lipë mastin mërnuti, mësuja për shka dhe që për shka o dhe kaj, që kjo është reagimi sinqert. Apo kupton? Edhe kështu, apo s'vje keq, që ju shkuat? Ani çu pra ndrojnë zën. Çka është për reagimin sinqert? Keqare sinqert. Keqare sinqert. Nëse vjen keq u dek pejgamberi, çka rënë ti ndonjë allo? Shka des çu dek apo? Edhe po vjen keq për shkak Ramazan shpejt. Ani pra shpejtësia, kalimi i shpejt, kalimi i ngadalshëm, me çfarë faktori përcaktohet? Me çfarë faktori? Faktorin ku? Me faktorin vend. Apo, në ka bënë si ku jeti, nëse ka të bëjë me faktorin ku. E faktori ku nuk në kupton ndryshim të vendit, po nuk kupton shfrytëzim të duhur të kohës. Të po t'java ndërë vendin, shko ku dush, nëse kohën e kitë njëtë shfrytëzuar natën. Jo ndryshoj shfrytëzimin në kohës. Në aspektin e përgjithshëm ndaj keqardhës së sinqert që kjep, por vjen keqët. E treta të ndërvëzër që në Ramazanit po duhet përmbyll, se ka shumë po veç me qëta, lëtëni Allahun në shuzur Ramazan që do të. Lëtë, lepitinë dhe. Se ka herë në të ndërvëzër shumë mbështetim në këshilla e harrim Allahun xhelale. Çto këshilla i kumgua elhamdullah që ngua për Ramazanit. Jo valla. Ja, so këshilla që ngua s'ka lëshë tortëm. Ndihma istiane, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramazani është ibadet, andaj duhet istiane. Kërkojnë ndihmën e Allahut te bareke ve teala, kërkojnë ndihmën e Allahut xhalla xhalu. Lutë Allahun xhalla fuqishëm, sinqerisht, pe qitash natën, ditën, o Allah, me zemër të thyer e keqare të sinqert, për çaq sa kërkon ndihmë, ki mund ndihmu. Sa ki mund ndihmë. Po, për çaq sa kërkon ndihmë, ki mund ndihmu. Ki mund ndihmu më shumë, po llogarit në ndihmën e kërkuar, veç. Dërsa ndihma që vije si rahmet i Allahut azza xhan, kjo është për ti. Ama ti duhet me ditë se llogarit në ndihmën e kërkuar. E ndihma e kërkuar bëhen situata të vështira ato. Kështu për më për un dars kush e ka ngu. Gjojeni gjuna thonë zot shpirtin më hangër si gjuna. Hiç më që gazet peçma ose Allah ball po monona që të bëhet më pas pa muj. Ne më janë pse mos çfarë konkret që të gishtin, që të po duhet, që të gishtin ku po don. Edhe fort lepe, wallahi billahi kam e kondryshe. Që valla po bëj bëjmë. Ama ti ndrysha kërkesën. Edhe kjo e pa që kam me ndryshu përgjigjet. Ama do, për shembull, shikoni të vëllezër. Nëse muaj Shaban është faza finale e përgatitjes. E nga muaj Shaban ka shu gati një e treta. Apo? Një e treta gati ka shku muaj Shaban. Një e treta. Fazë finale, s'ka ma Shabanit bo. Pa të Ramazan me jevër. Pyete vetën tone, sa përqind ka pjesëmarrje shfrytëzimi i Ramazanit në dohat e tua në 3 javë të fundit. Apo të me bo
Që që thoi vasoj, pa, kalkulime, po, sa i, po. Bilans, po këta loznia që bojnë ekonomi që i kënë, sa ka vishë e tyre, me kë, që ja, kontabilitet, se më shes. Edhe të, tyra daljet që ti, këshire sa përqind, bëneni kontabilitet personal për Ramazan të, po, edhe këshire, sa ka hy duaja në lutjet e mujt Shaban, apo, që dalja me konë në fitim në Ramazan, apo, këshire të, apo. O, Allah, shumë për napë, Allah që lipëm napë. Slipëm kohë nasë, Allah nësë. E në lipëm dë njapë janë natë, që ashtu që është du me lipa heriti, për. Me të kapë zuri, me të kapë zunë, ja, rab. Djaftë e mramëta, ke që e do, kon. Ve që e u, kon, apo, përshka këse e ke pas smut një fëmijë ose dikën, ve që e u, kon. Ato, së më shrethi mene këtë më vëdo, sa i? E Ramazani? Që të në rejtë dhe di, Wallahi, që unë natën e bëdhikër, jep sa dakë, bare, jep e një fukares, 50 euro, bë. Po, kushtimisht, edhe 5 euro, sa dush. Ma, rejte, atën të jarëm, që shë e gëzova, gësëm me Ramazan. Shë, ndronë Allah, ndronë Allah që dhe t'jep ma shumë, a që dhe me të po që, a pe vlerësanë Allah, veç me talon qërtës. Po që, thash, dhe vlerësimi, keqara serioze edhe, lypë ndihmen. E ndihma lypët për sa e në zërë. Qaq sa e në zërë për Ramazan me shëzu më mirë, qaq ka më shtu ndihma. Qaq që si e në zërë qef ki edhe duaj me qef batë. Ta është ti përsa këtë e që shka me koha Ramazanin në bastë, fuqisë e lutjes edhe përzërimit edhe kërkimit të ndihmit nga Allahu Zvel. Allahu Gjelle Gjelalu në egzoft të zambrat me Ramazan të shqetëzuar ashtu si kur është Allah i knashë. Në i fatë Allah më katët, në i ka lo gazebën e gjylarëve, e në dhashtë Allahu Gjelle Gjelalu motiv edhe në dhashtë Allahu energjit mjaftueshme të besimit që me te i krimi ibadetet edhe në kuptim të sasisë edhe në kuptim të cilësisë. Edhe falënderit shumë për mundësinë, Zoti shpëbleft vëllezërve që e kanë organizuar, edhe ju që jeni pjesëmarrës, keni ndonë nga koha ju e keni ardhur. Allah në i falët mëkatet, lëshimet tona, eventuale gabimet, edhe padyshim se nga gjatë trajtimit kanë me zbastira, kanë me mangësit shumë të Zotë në i përmirësoft, gabimet Allah në i falët e në takoft Allah gjithmonë punë të mira e dëvishme e natë që është Allah i knashëm. Zotë i ruajt, paqë Ramazan, të këndë shumë, të rahat shumë, qenë, familët e juaj, kudo që tjeni. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.